nuk e vendos Rama, e vendos Le Peni. Në shapë në pranë s'keni Le Penin. Dhe Le Peni sot problemi i madh që ka me Shqipërinë, s'ka problem. Problemi i madh që ka me Shqipërinë e ka pikërisht korrupsionin, e ka pikërisht trafikun, e ka pikërisht krimin shqiptar që ka pushtuar Evropën në vend të pikpamje. Një Berisha do të ishte më aleat më i fort për europianët, qofshin ta të majta po gjatë sa Rama, sepse pikërisht Berisha do të bën atë që bëri kur erdhi në fuqinë 2005 që ju kujtohet bëri atë ligjin kundra skafeve dhe që asaj kohë për qeverin e Evropës. Pra Rama sot vetë nuk ka program dhe për më tepër që ai thjesht po mundohet të mbush kohën për të parë se si do të jetë, unë shpesh jap të imazhin e gishtit të lartë apo poshtë të Trumpit si perandorë të Romak, se si do të jetë vendimi i kësaj administratë amerikane ndaj tij në dosjen me Gonigal, që sigurisht mbrapa fsheh po ashtu dhe lidhjet me Sorosin. Këtë bën Rama, prandaj truri i tij është komplet në një lëndje forfe, si ato algat në një liçen që ka pushtuar një liçen dhe truri i s'mund të imagjinoj të gjë se si do të jetë ardhmja e tij për me Trumpin. Dhe gjatë kohë ai pikërisht pra flet kundra opozitës ose krijon me BE marrëdhënie komplet paradoksale, sepse nga një anë i bie spaku dhe pastaj brapa fillon dhe mbron spakun për të pëlqyer Europës, dhe në fundi pastaj do shojë pra bashk është dhe ajo melodrama në cilën ai ka rënë me Kryebat Kjakun. Po, flasim pak tani për këtë thrillerin e Bashkisë së Tiranës, u duk sikur pati një tour de force mes Veliajt dhe Ramës, Veliaj u tërhoq, pastaj brenda 24 orëve, të paktën këto janë ato që i erdhën publikut, mesazhe që dilnin nga qelia, ne nuk e dim vërtet se çfarë ka ndodhur. Po ju si e interpretoni këtë? Çfarë ndodhi në të vërtetë? Që në fillim ka patur dy alternativa. Arrestimi i Veliajt ka qenë produkt i veprimtarisë të njëjtë të Ramës, apo ka qenë produkt i vetë spakut për t'i pëlqyer administratës amerikane, duke bërë seror të paktën një nga dy mbështetësit më të plak të Sorosit në Shqipëri, që era Rama dhe Veliaj. Çdo gjë tjetër, Rama në fillim fare u mundua të tregonte Veliaj që nuk ishte ai, që ishte mbrapa kësaj dhe pikërisht mori shumë rreziqe duke atakuar sulmuar në mënyrë të pazakontë, të pa kuptim spakun. Pastaj mbrapa u tërhoq dhe tashmë duket sikur Rama e kaloi kohën e zis së Veliajt dhe varrimi i tij nga Rama është tashmë i përhershëm, i përjetshëm. Kështu që në këtë pikpamje Rama